Kemi ardhur në Krujë, i cili është praktikisht një prej destinacioneve më të vizituara në Shqipëri dhe që mban kreun me listë, pra kreun e listës me muzeun më të vizituar aktualisht në Shqipëri. Do thoni ju çfarë bëjmë në Krujë, kur në fakt në ciklin e episodeve In the Flow kemi vendosur në fokus destinacionet jo shumë të vizituara, ose objekte të cilat nuk janë kaq të reklamuara ose kaq të evidentuara për t'i ofruar si destinacione turistike. Mirë po, edhe në Krujë, edhe pse fluksi i vizitorëve është jashtëzakonisht i lartë, mendojmë se ka diçka e cila duhet sjellë në vëmendje dhe është pikërisht sektori i akomodimit. Përse Kruja zakonisht konsiderohet si një destinacion gjysmëditor ose ditor nga agjenci të shumta ose edhe nga vetë turistët, kur ajo shumë bukur mund t'ju akomodojë dhe madje është një destinacion i cili ofron ture ditore për veten e saj, duke patur një nisje nga Kruja, me qëndrim në Krujë një natë ose më shumë net. Ne do përpiqemi të kuptojmë me anë të këtij episodi se si po ecën Kruja si destinacion, sepse sigurisht edhe sektori i akomodimit ka një rritje, pra ka një zanafill dhe ka edhe një rritje edhe në Krujë, por gjithashtu, pra gjithsesi, numri i atyre që vizitojnë Krujën, muzeun, pazarin e vjetër, muzeun etnografik dhe në përgjithësi qytetin, është shumë herë më i lartë se numri i atyre që qëndrojnë në Krujë një natë apo më shumë net. Unë mendoj që duhet kesh një krenari të ligjshme që je drejtuesi i muzeut më të vizituar në Shqipëri. Po, faleminderit, dita ka qenë e lodhshme, po me një krenari që është e natyrshme, sepse kemi pritur 1000 vizitorë vetëm sot. Edhe, me thënë drejtën, është muzeu pra më i vizituar në Shqipëri, por ne përdorim dhe këtë që është dhe më i dashur për gjithë shqiptarët. Absolutisht po, konfirmojmë plotësisht edhe jo vetëm ne, por konfirmohet edhe nga numri shumë i lartë i vizitorëve dhe nga shtrirja gjithëvjetore. Pra është një muze që vizitohet praktikisht në të njëjtën mënyrë dhe fluks gjithë vitin. Pa diskutim, unë në shkurtin që vjen mbush 35 vite punë këtu. Edhe kjo që thoni ju, është bërë gjithnjëherë më shumë më e dukshme. Pra ti je një dëshmitar i gjallë i ecurisë ose i rritjes graduale të numrit vizitorëve në muze. Normalisht Kruja pra po shkon gjithnjëherë më shumë drejt një turizmi gjithëvjetor dhe ka disa lloje turizmi. Ju e dini mirë që Kruja ka turizëm elitar, pra ato grupe që vinë ato janë të pranishme dhe në Krujë sepse është e favorizuar dhe nga vendodhja. Kruja ka dhe turizmin e kroqerave, pra përfiton sepse Durrës, Tiranë, Kruja, ato kroqerat janë me disa orë qëndrimi dhe largohen. Po Kruja përfiton dhe nga turizmi i detit, se deti është 45 km afër. Po ka dhe turizëm shkollor. Zënësit e shkollave ju dini të nivele ndryshme janë vizitorë të rregull, sidomos e figurës në Beo që i tërheq ato. Ka dhe turizëm diplomatik, gjithë ambasadorët pa përjashtim nuk largohen pa e parë disa herë muzeun me miqtë që vinë dhe në disa raste janë ato që i sugjerojnë ku mund shkojnë ato vizitorë që vinë nga vendet e tyre. E qartë. Ndoshta nga kjo bisedë shkurtër së bashku, zoti Hafizi, unë mendoj që kemi nxjerrë një nga shkaqet sepse jo të gjithë turistët që vinë në Krujë flejnë ose qëndrojnë në Krujë, sepse janë të natyrave të ndryshme. Pra, vinë me kroqer, janë trupa diplomatik, janë nxënës shkolla dhe nuk mund të turizmi detit do flenë përse i atje. Absolutisht. Po gjithsesi unë do thoja duke parë se si ka qenë dhe si jemi sot, janë shtuar shumë. Ka ndryshuar, edhe struktura. Janë shtuar shtretet, janë shtuar në barë dhe restorantet dhe më vjen... Mund vini, come, you can come, it's okay. Si jeni? Mirë, jo, ju lutem, se ne pikërisht për këtë kemi ardhur tu për të kuptuar fluksin e Krujës. Shumë bukur. Welcome. How are you? Welcome. It's so beautiful to see you here. Bienvenue. Bienvenue. Që në kanë francezë dhe nuk kanë qej fare që tu flasësh anglisht. Megjithatë është shumë bukur. Unë do doja që të komplimentoja, edhe pse ne për muzeun, sidomos për Krujën, do të bëjmë një episod të veçantë kur të fillojmë ciklin e top destinacioneve, ama keni edhe një staf të mrekullueshëm. Muzeu, edhe pse shumë i vizituar, është një prej muzeve me performancën më të mirë në rrjetet sociale,
ka vazhdimisht aktivitete që i prezanton bukur. Faleminderit shumë, unë për t'u bashkangjitur 100% asaj që ju thatë, unë ka rast ku i them që nuk ka nevojë për drejtor, gjithë secili pra bën. Është shumë e vërtetë, bën shumë mirë punën. Jo një punë, po bën disa punë. Keni staf të mrekullueshëm që unë kam ardhur personalisht dhe i kam parë, i kam ndjekur me vite ashtu si edhe ju, me vite dhe di që vërtet është një prej stafeve më shembullore në të gjithë infrastrukturën muzeale. E bën më të lehtë funksionimin, po angazhimi duhet jetë maksimal gjithë ditën. Nga njëherë unë them që duke qenë se u shtuar ka shumë numër, ne vetëm një muaj 28.200 kemi patur vetëm me gusht. Pra dhe shtatori shkon për afërsisht saj, edhe janë muaj me shumë. Të menaxhosh një fluks kaq lart nuk është pak. Nga njëherë them që edhe eksperjenca duket jo shumë e mjaftueshme për ta përballuar, sepse duhet ti menaxhosh me kujdes, po pastaj krahas ne dje kemi pritur 400 nxënës nga Kosova, vetëm dje. Sigurisht. Po këto 400 si të mos ndjeheni krenar dhe mirë ju për t'i pritur dhe ku keni lodhje ju për këtë? Jo, lodhje s'bëhet fjalë për lodhje. S'bëhet fjalë, vetëm angazhimi është maksimal, tërheqja vëmendjes është shumë e fortë dhe unë e përdor me siguri këtë shprehje që ne do kemi vizitorë nesër, kemi punuar shumë mirë sot. Patjetër. Kjo është e sigurt, pra, nuk i shikoj vizitorët si të rastishëm, është e sigurt që do vinë të tjerë nesër, sepse ato që ikën sot ikën me përshtypje shumë mirë, ashtu si ju thoni. Pra është grupi dashamirësve të muzeve që flasin mirë për ne dhe ne na mbetet që mos t'i zhgënjejmë, ne na mbetet që t'jemi gjithmonë të karikuar fort për t'i pritur me kulturë, me profesionalizëm, me ambientet pasta të rregullta. Ashtu siç edhe ju thash, ne do bëjmë një guid të plot për muzeun, edhe pse unë mendoj që nuk është e nevojshme, por ne do ta bëjmë për ta vënë në panteonin e listës së top destinacioneve. Duhet bërë dhe kjo, pavarësisht se ju sa bukur si e thoni që pra mund mos jetë edhe është e nevojshme. Dhe ne kemi nevojë që të ngjojmë kështu komplimenta, ngjojmë fjalë të mira. Unë vazhdimisht i referohem librit të përshtypjeve të vizitorëve dhe aty njerëzit shënimet i lejnë në mënyrë të lirshme, nuk i dikton kush çfarë do shkruajsh. Edhe vazhdimisht gjej gjëra shumë të bukura dhe ja transmetoj dhe personelit, pra që gjithmonë ato të jenë gjithmonë të kujdesshëm, të vëmendshëm, të gatshëm për të pritur ato vizitorë që mund të vinë me mendime shumë të mira se dikush i ka sugjeruar, po të na gjejnë atë në nivel të mënë për herë. Ju falenderoj shumë zoti Megliu dhe do të shihemi patjetër në episodin e ardhshëm për Krujën dhe për muzeun. Faleminderit juve, gjithmonë është kënaqësi domosdoshmë që të bashkëbisedojmë. Punë të mbarë dhe me krah të lehta. Për njëjtin qëllim. Faleminderit shumë. Klodi, si Ciceron i muzeut më të vizituar në Shqipëri, besoj se duhet jeni të lodhur nga sezoni veror dhe nga numri shumë i lartë i turistëve. Në radhë parë unë ju falenderoj për këtë cikël emisionesh që ndjekim. Është me shumë lere për turizmin dhe për kulturën. Tani si Muzeu Gjergj Kasioti Skënderbeu bë vite që është muzeu më i vizituar në Shqipëri, por nuk është se ka përfunduar tërësisht për neve. Neve nga tetor, nëntor kemi fluks vizitash. Për shkak të festave kombëtare. Kruja është një qytet që vizitohet gjithë vitin. Kështu që ne fillojmë atë ciklin e ekskursioneve shkollore, festat e nëntorit, dhjetorit, kështu që ka vizitorë dhe gjatë dimrit. Jeni të lodhur? Jo, se normalisht jeni të kënaqur. Ne këtë vit kemi rritje vizitueshmërie, pra përgjithsisht turizmi kulturor ka shifra më të larta, por ne mendojmë që duan në fund vitit të dy muzeet bashkë me Muzeun Etnografik superojmë shifrën 210.000 vizitorë. Këtë vit? Si ka evoluar nga viti në vit? Ka rritje, viti kaluar pat një rritje më të theksuar, pra se par vjet, por edhe këtë vit ka, po themi, 20.000 vizitorë më shumë. Më shumë. Është sigurisht është natyra e muzeut, pra që është e lidhur me emrin e herojit kombëtar, është e lidhur me përkatësinë, atëherë nuk është bashkëdetarët, shqiptarët, pra Kruja ka turizëm tjetër, sepse ka dhe pjesën e turizmit patriotik. Pra janë dhe shqiptarët e gjitha trevave që vizitojnë muzeun, por vlen theksohet që ka një trend në rritje të turistave të huaj. Që është shenjë shumë e mirë. Raporti Muzeun Skënderbeu është paga shumë
50% me 50% turistë huaj vendas, dhe Muzeu Etnografik është me theksuar shifër më lartë e turistëve të huaj, por shohim që nga vitin vit ngushtohet raporti mes Muzeut Etnografik dhe Muzeut Historik. Jo, po themi që rritet për shumë numri i turistëve të huaj. Si mendon ti për shembull, pse numri i atyre që vizitojnë muzeun historik dhe atyre që vizitojnë muzeun etnografik ka sërish një diferencë goxha të madhe? Muzeu Etnografik sapo u hap pra vitin e kaluar dhe ne kemi vënë një tendencë edhe gjatë muajit shtator parashikohet të vizitohet mbi 5.000 vizitorë, pra ka një rritje theksuar në muajin shtator Muzeu Etnografik, kështu që ne jemi optimistë që vitin e ardhshëm do ketë një trend rritës, kështu që sepse ndikojnë shumë reviewsat, po themi. Po, patjetër. Duhet që nëse ishin mbyllur një farë kohe, po themi kishte edhe reviewsat që vinin vizitorë që gjenin mbyllur të linin një reviews negativ. Tani si duket po e merr veten. Kështu që mbi 30.000 është shifra e kënaqshme edhe për Muzeun Etnografik. Duhet keni një krenari të lishme ju të stafit të dy muzeve, domethënë sepse Kruja është aktualisht, le të themi, përmes muzeut është destinacioni më i vizituar në Shqipëri. Normalisht ne jemi staf goxha i vjetër, pra unë jam ndër personat që kanë filluar më vonë, në vitin 2005. Drejtori, kolegët që kanë punuar që në vitet 90, po themi, kemi marrë një farë eksperiencë dhe e dim eksaktësisht se kur janë flukset e vizitave, në çfarë momenti të ditës, çfarë periudhe të vitit, kështu që kjo na ka lehtësuar pak punën. Unë ju uroj me krah të lehta, sepse keni gjithë sezonin të vjeshtës e të festave të fundvitit përpara, edhe do shihemi për të bërë një speciale tjetër për muzeun edhe për Krujën, kur të fillojmë ciklin e top destinacioneve. Po edhe njerë ju falenderoj shumë për këtë cikël emisionesh. Faleminderit juve Klodi dhe punë të mbarë. Olsi Pengili menaxhon sot një prej strukturave më të spikatura të akomodimit, që kombinojnë shumë bukur trashëgimin kulturore vënë në shërbim të akomodimit, që është modeli i hotelit të shpërndar, ose me qenë se origjina e kësaj formule na vjen nga Italia, quhet zakonisht albergo diffuso. Si mendon ti se po funksionon ky model për një destinacion si Kruja, e cila raportin mes numrit të vizitorëve shumë të lartë dhe numrit të atyre që flenë në destinacion, pra që qëndrojnë më shumë se një natë, ose qëndrojnë së paku një natë, e ka shumë në disproporcion këtë raport. Pra, jo shumë njerëz qëndrojnë në Krujë në raport me numrin shumë të lartë të vizitorëve që vinë ta frekuentojnë destinacionin. Po, si që theksove, ne implementojmë një projekt të ri, edhe emri është cilësuar Kruja Albergo Diffuso, se normalisht struktura, modeli është italian, nga edhe ne kemi marrë pjesën e frymëzimit, në bashkëpunim me partnerët tanë, po konsiston në promovimin e vlerave autentike lokale të zonës. Edhe në pjesën e brandimit që kemi bërë me dizajnin tonë është Kruja Albergo Diffuso. Kruja është pjesa primare dhe ajo që është emri i destinacionit. Modeli pastaj edhe siç e thatë, edhe me lobimi që është bërë me shqipësi, fatmirësisht Ministria e Turizmit e njohur në ligjin për turizmin ka një nga strukturat akomoduese, siç janë edhe modelet e tjera, hotele, bujtina apo strukturat të tjera. Në realiteti shqiptar, unë them që ky është një model shumë i vlefshëm për të ruajtur atë që ka ngelur në këto 30 vite famshëm tranzicion që cilësojmë ne, pa u shkatruar nga ne. Dhe ky është modeli që na ndihmon t'i ruajmë e t'i rivitalizojmë këto vlera trashëgimisë kulturore, edhe t'i përkthejmë në vlera edhe ekonomike, duke i rigjallëruar këto zona, edhe duke sjellë edhe zhvillim në këto zona historike, që do e bëj edhe më të kollajt pjesën e restaurimit apo revitalizimit të zonës, duke kthyer shpresë në për këto zona një pjesë tyre dhe të braktisura. Që janë të braktisura, po. Kryesisht, ky cilësohet të jetë pra modeli më ideal, i cili ruan raportet ose balancat mes trashëgimisë
biznesit, turizmit të qëndrueshëm mbi të gjitha, pra që në vetvete edhe turizmi i qëndrueshëm, këtë ka për qëllim që të vendos trashëgimin lokale dhe kombëtare në shërbim të komunitetit duke i ofruar përmes turizmit. Dhe modeli hoteli shpërndar duhet të jetë pra një shtëpi që të jetë trashëgimi historike. Mundësisht monument kulturor, por jo domosdoshmërisht, sepse e vendosur në një zonë historike, të ketë një moshë të caktuar sa më të vjetër, pra 50, 70, 100 vjeçare e më shumë. Një shtrirje, domethënë, të zonës ku ndodhen këto deri në 300 metra larg me njëra tjetrën, domethënë që të jenë një shtrirje organike. Në Itali ato e zbratën nëpër këto lagjet e vjetra. Modeli me shtrirje vertikale, pra që të jetë një shtëpi dhe jo shtrirje horizontale. Pjesë, domethënë, një modeli tipik vertikal, tradicional, po kjo organike që bëhet një lagje apo një zonë që është aty ndër vite, ndër shekuj, thjesht ajo jep një koncept revitalizimit, e rigjallëron, edhe thash duke marrë dhe balancën, kjo është shumë e rëndësishme. Do të thotë që të marrë një balancë të pjesës të shërbimeve që shtohen, po të qëndrueshmërisë, po shërbimeve që shtohen duke përfshirë akomodimin mbar restorantet, po duke mos cënuar autenticitetin e zonës, lagjes, ku tjetë edhe një bërthame mirë e personave lokal që aty vazhdojnë jetën normale. Pra, duke u përpjekur që të ofroj çdo aspekt të mikpritjes, të pajisur ose të dekoruar, le të themi, me elementët e trashëgimisë dhe elementët e këtu konsiston, ideja, domethënë, siç ndodh në fakt, siç ka ndodhur me rivitalizimin e kësaj banese që ju e keni kthyer në Kruja Albergo. Ofrimi i shërbimit, domethënë akomodimit pranë shtëpive ekzistuese, po në nivel shërbimi standardit të hoteleve. Kjo është pjesa domethënë që ndryshon nga modeli guest house, bujtinave. Pra të jetë një hotel i nivelit të lartë të akomodimit në mënyrën e ofrimit të shërbimit. Kjo bën diferencën me bujtinat tipike shqiptare, të cilat edhe mund të çalojnë për nga ana e standardeve ose hyjeve, por janë të kuptueshme sepse në atë rast ti po ofron mikpritje si një shtëpi, kurse këtu je një shtëpi në versionin e një hoteli. Kjo është domethënë që bën diferencën, po. Dhe unë mendoj që duke pasur parasysh edhe atë që në gjuhën e turizmit i themi feedback, pra në listën e gjatë të përshtypjeve, Kruja Albergo Diffusa është cilësuar shumë lart, që do të thotë që e ka zbatuar ekuilibrin e qëndrueshmërisë dhe të ofrimit të elementeve të kjo mund të ketë qenë ideja që trashëgimisë. Kam qenë dhe unë fanatik i kësaj pjesë dhe është bërë kjo rakordimi ose koordinimi më i mirë kësaj gjë. Edhe unë e kam kuptuar edhe duke e prekur. Shtetë gjë në parim ja kam pasi koncept, po edhe duke e prekur, domethënë pjesën që të elementet sa më detajuar, domethënë dizajnit apo elementeve që kemi fut dekorativ, që janë element, domethënë gjithçka të zonës, të përshtatur krejtësisht trashëgimisë. Domethënë ne kemi pas një feedback goxha të kënaqshëm, domethënë kemi ofruar që nga 2023-shi, rreth 5 vite në restaurim, po feedbacku çdo vit përmirësohet në pjesën e përshtypjeve, në rritjes të numrit të klientëve që kemi pranë në strukturës tonë. Në shtimin e elementeve të trashëgimisë që i bëni her pas here, në zgjerimin e kapacitetit. I pjesë e mirë e klientave, edhe me promovimin që po ndodh mas pjesës operimit që kemi 2 vjet, domethënë, vinë paraprakisht për Kruja Albergo Diffusa, edhe për vetë simbolikën, sepse gjëja që bën më përshtypje e para është vendi ku ofrohet ky shërbim. Pra një kalaj mesetare. Është krejtësisht përballë kalas së Krujës, muzeut historik, në krah të muzeut etnografik. Pamja që në ofron, domethënë, realisht nuk është cilësuar rastisht balkoni i Ballkanit. Është fatlume, në rastin e Kruja Albergo Diffusa është fatlume sepse jo të gjitha modelet e hotelit të shpërndarë, le ta themi shqip, e kanë këtë fat që të jenë vërtet janë në qendra historike, po jo që të kenë kaq shumë komponent të gjitha së bashku. Pastaj atë pjesën e kuptimin e falë që ka kjo zonë, ose pjesë jo rastisht e zgjedhur
edhe Sigurisht është studiuar. Në shekulin 15 në prymë besimtar nga heroin kombëtar pozicionin strategjik ka vlera strategjike edhe për pjesën shpinën të mbrojtur edhe syt nga veti. Edhe cilësimi Ballkanit nuk është cilësuar asnjëherë, sepse realisht është privilegj edhe po ti lexosh një pjesë të mirë të përshtypjeve për te problematikave që ne kemi, do të thënë pjesa shërbimi që gjithmonë duhet të jetë në përmirësim. Edhe dritaret e asaj pjesës tjetër që poshtohet që shohin të gjitha nga deti, domethënë balkoni, veranda. Është një pamje jashtëzakonshme. Edhe ato cilësojnë pjesën me verandë që u bë funksionale këtë vit, domethënë është mrekulli dhe ato thjesht ka që klient që rrinë 2 neta dhe thjesht që shijojnë atë qetësinë apo pamjen që të ofron ajo zonë aty që realisht nuk ka vlera, domethënë dhe për këtë ne duhet të arrijmë të kuptojmë dhe këtë unë lëboj edhe me një pjesë të mirë të operatorëve të ri që po futen në këtë biznes të akomodimit të hotelerisë në qytetin e Kryes, apo dhe në gjithë nivel kombëtar. Ne duhet të shesim autenticitet. Unë them është shumë e lehtë për ta kuptuar, por e vështirë për ta realizuar. Jo, ideja e kuptimin ti nuk mund të jesh atraktiv, po nuk je autentik. Ti duhet të jesh vetvetja. Kjo është mbi gjitha. Dhe ne në këtë drejtim duhet të lobojmë. Yes, hi. Welcome. Edhe, do të thonë, sepse dalim edhe këtë tematika që përmendë. Kuptimi Kruja ka qenë destinacion që përpara viteve 90. Patjetër, pra që në kohën me rëndësinë e muzeut edhe e ka pasur historik. Po prit se do dalim pak këtu, domethënë se do dua që edhe ta ngjeshim pak bisedën, por këto pyetje unë duhet të t'i kisha bërë qysh në fillim të bisedës, por nuk ka problem se mund t'i shtjellojmë tani. Dhe dua të të pyes jo në cilësinë e një sipërmarrësi që ka marrë përsipër të menaxhojë një strukturë të tillë, por në cilësinë e një djali, një eksperti që është marrë me vite me turizmin dhe kupton pak a shumë edhe filozofinë e qytetit ku jeton. Sipas teje, pse Kruja çalon, po e themi në thonjza, në sektorin e akomodimit. Pra, pse vazhdimisht cilësohet si destinacion ditor? Do me thënë, ka numrin pothuajse më të madh të vizitorëve. Muzeu Historik i Krujës është muzeu më i vizituar në Shqipëri dhe me një fluks të tillë është mëkat që gjithë këtë rrjedh turistësh të mos e shfrytëzosh deri në fund për ta akomoduar në qytet, për ta bërë të qëndrojë një natë dhe më shumë se një natë, për të frekuentuar, pse jo, edhe destinacione të tjera që janë rreth e qark Krujës, kemi Qafshtamën, kemi Sari Saltikun, kemi ture të ndryshme, aventure që e bëjnë destinacionin e Krujës jo thjesht një qytet të vogël, por një destinacion në kuptimin e plot të fjalës ku ti të qëndrosh disa ditë për të shfrytzuar itinerare të ndryshme ditore, të cilat mund të nisen nga Kruja, pse nga Tirana. Domethënë, përmbledhja që dua të bëj pra me pyetjet e mia është sipas teje cilat janë shkaqet që raporti mes vizitorëve ditor dhe atyre që qëndrojnë është kaq disproporcional. Konstatimi shumë i drejtë i pyetjeve që u ngritën dhe kjo është problematika kyçe e zhvillimit të turizmit qytetit e Kryes, edhe zhvillimit në perspektivë, zhvillimit qëndrueshëm edhe për të pasur një feedback sa më të mirë për gjithë zonën, për zhvillimin e zonës dhe për gjithë qytetarët, që të përkthehet në një përmirësim të nivelit të jetesës. Çfarë e bën Kryen që të mos jetë një destinacion ditor? Kemi 2 problematika kyçe asaj pjese. Pjesa e parë, edhe pse ka qenë destinacion që në fillimet para 90-s për shkak të muzeut historik kombëtar që ka qenë shumë i vizituar. Edhe ideja nuk kemi pas këtë lloj vizioni, duhet të jemi realist asaj pjese, edhe duke qenë shumë afër në shtrirje gjeografike me Durrësin, me Tiranën, ku hoteleria atje ka qenë zhvilluar më përpara, po edhe ne si kryetar nuk kemi treguar vizionar që ta kishim kapë në fillim, ta kishim kapë këtë pjesë në fillim të 90-s, edhe të ishte pas ky lloj vizioni që ky qytet duhet të kishte marrë, domethënë të ishte ngrit mbi perspektivat e historisë, sepse është simbolik për gjithë shqiptarinë, dhe kjo është fakt, dhe është krenari, edhe trashëgiminë kulturore që normalisht përfaqësohet në pazarin. Pra, le të themi, nëse do t'i rreshtonim me pika, do thoshim që arsyeja kryesore është distanca e shkurtër nga Tirana dhe mungesa e strukturave akomoduese. E shoqëruar pastaj, sepse strukturat akomoduese duke marrim nga 2024 po shtohen dhe po hapen, tani mund të jemi diku rreth
arrimi numrin rreth 100 struktura. Që do të thotë situata sidoqoftë po ndryshon po ndryshon, sepse realisht është bërë më e prekshme pjesa e zhvillimit të rritjes numrit të turistëve, normalisht është përkthyer një interes për të eksperimentuar dhe për të financuar, investuar në këtë lloj fushë, në këtë pjesë. Po kjo normalisht nuk ngel vetëm me kaq, dhe pastaj që vizitori të mund të qëndrojë më shumë se një natë, i duhet të përkthehet edhe me një paketë të mirëfill turistike. Që kjo nuk mund thuhet edhe për gjithë zonat tjera të Shqipërisë, po flasim për rastin konkret kryes, po takisht në të gjitha guidat profesionale, ndërkombëtare, po dhe platformat që bën pjesën e provimit turist shqiptar, kryeja identifikohet si paketë gjysmëditore. Edhe përkthehet në vizitën e 2 muzeve, pazarit vjetër, edhe pjesa e tyre kthehet në mbrapsht, duke marrë një përshtypje pjesë shumë të vogël, po. Duke mos njohur për shembull lagjen e vjetër të Kalas që unë besoj se vështirë të gjesh, do të thonë 70% e turistëve që vinë në Krujë nuk e shëtisin fare lagjen. Ture apo eksperjenca që mund të ofrohen vetëm brenda zonës historike, brenda Kalas Krujës. Ku ka monumente kulture që është hamami, që domethënë 10 objekte të tilla që bëjnë realisht shumë të larmishme këtë pjesë zonë. Dhe ne në fillimet e mia që jam angazhuar në pjesën e turizmit dhe me një organizatë trashëgimitës kulturore këtu në Chicago në Shqipëri, kjo ishte ideja, domethënë ku bën rreth 3-4 itinerar vetëm për zonën e Kalas, ku fut itinerar edhe religjios për shkak se kishte. Do ta mbushnin jo gjysmë dite, po një ditë të plotë. Po me përfshirjen e eksperiencave të artizanëve apo të zonjave këtu që mund të bëjnë gatime tradicionale, patjetër që mbushet që ka shumë aktivitete për të bërë. Po pastaj Kryja ka shansin për te pjesës siç e theksuam të historisë që personifikohet me muzeun historik kombëtar, simbolik, mbar kombëtar, domethënë që ka numër vizitorësh, domethënë të shqiptar të rajonit dhe diasporës pafund, dhe që nuk e tradhtojnë asnjëherë këtë pjesën, domethënë janë besnik të Krujës. Edhe që dhe ne duhet jemi mirënjohës edhe ndaj atyre. Pjesën e pazarit, trashëgimisë kulturore që normalisht shumë i pasur, edhe me problematikat e veta që shiko, pak a shumë ne kuptuam që në Krujë vizitohen muzeu historik, muzeu etnografik, bëhet një shëtitje këtu në këtë sheshin rreth e përqark, në pazar dhe iket. Ndoshta ata më guximtarët ose më kuriozët mund të bëjnë vetë, le të themi, ecejake brenda lagjes së Kalas, ku ka objekte të ndryshme kulturore, por të cilat nuk shpjegohen. Pra, ka guida që i shpjegojnë, ka guida që nuk i shpjegojnë fare. Unë do doja, le të themi që ti je në rolin e guidës për një turist që të ka ardhur në hotel. Ti ku do ta çoje nga Kryja nëse ai do vendoste të qëndronte disa ditë? Pra, çfarë mund të shikojë një turist kur vjen të qëndrojë, të flejë në Krujë? Se në qytet e morën vesh, rreth e përqark Krujës, çfarë mund të shikojë? Kjo është sfida e të ardhmës për ne si qytet turistik, edhe për ta thyer këtë pjesën e destinacionit gjysmëdietor, duke integruar përtej zonës qytetit dhe zonës historike, siç e them, duhet përfshirë patjetër pjesa e natyrës, eksperiencave, domethënë larg qytetit. Duke kur përfshihet parku kombëtar i Qafshtambës, si është privilegj që ne kemi, është vetëm 40 minuta larg, problematikat e rrugës patjetër që atje janë, edhe për njerëzit që janë larguar. Parku Qafshtambës. Thjesht është një destinacion që duhet vizituar dhe bashkë me liçenin e Bovillës, në kohën e pandemisë kanë qenë 2 destinacionet më të vizituara nga vizitorët vendas. Domethënë është privilegj që ne i kemi krejt natyrshëm, domethënë Kryja. Bovilla realisht kemi shumë klienta edhe të hotelit, po dhe që vizitojnë Kryën, që e kanë realisht një itinerar pjesën e Bovillës, po e marrin nga rruga nacionale, që mua duke ofruar si destinacion natyre nuk është ideale që ai të kalojë nga pjesa e rrugës kombëtare në për trafikin. Është opsioni që të ofrohet nëpërmjet makinave outdoor nga pjesa. Po, është edhe një tur aventure. Tjetër. Nga pjesa e Kryes, domethënë, kemi 2 kanionet që janë shumë realisht edhe ato për sport ose për pjesën e piknikeve, domethënë që ka Kryja, domethënë kanjoni i Lumit Zez, ku atje ndodhen 2 ura mesetare që janë shumë bukura asaj pjese, edhe kanjoni i Lumit Dros, ose më duhet të them sa problematika tani. Sikur edhe vetëm kaq ti ofrosh, ma merr mendja që për turistët kuriozë, për ata të aventurës kjo është mjaftueshëm. Për tek këtyre pastaj, po duke marrë pozicionin shumë strategjik të Kryes, për turistët
edhe për paketat më tej se 1 ditë apo 2 ditë, paketat 2-3 ditë, kryea ka shansi që ndodhi një pozicion shumë strategjik, ku mund të përfshijë edhe ture rajonale, ku brenda ditës mund të frekuentohet Kepi Rodonit, ose pjesa e Ranës së Hedhme apo deri në Shkodër. Pra ti po thua, pse të flejnë në Durrës ata dhe të vinë në Krujë? Le të flejnë në Krujë dhe të shkojnë në Durrës. Do ishte shumë ndershme nga ana e këmbimit të eksperiencave turistike. Edhe një arsye nga pjesa eksperiencës që kam të liria, po edhe përpara momenti që kam menaxhu zyrën e informacionit, e kam pas perceptu, po tani e prek direkt, Kruja që ndihmon në këtë aspekt, por në perspektivë realisht ne duhet dalim në zgjidhjet edhe ta pastrojmë sa më shumë paketën turistike të Krujës, që turisti mos të vinë në Krujë ditën e fundit, përgjithsisht që e zgjedhin si destinacion përpara se të lërë, me që është afër aeroportit, apo edhe ditën e parë të mbërritjes në Shqipëri, kuptimin ato bën një shkrirë, domethënë. Sigurisht. Për shkak të afërsisë po dhe për çfarë ofron Kruja. Po në Krujë duhet vjet për vetvete për Krujën. Kruja si destinacion. Ne këtu sfida për ne. Le të themi jeta e natës ose shëtitjet, sepse Kruja perceptohet si një qytet malor, ku do vish deri në Kala, do ngjitesh deri në Kala dhe nuk ke çfarë të bësh. Në fakt shëtitoria ose pedonalja është bërë shumë e bukur, aq më tepër që është e lidhur edhe me monumentin e Heroit, që e kemi në qendër të qytetit, nuk e kemi në Kala. Dhe a nuk do lidhej shumë bukur për shembull Kalaja nëpërmjet pazarit, të ngjitesh në shkallët e tunelit ku kalon dhe direkt në çfarë mungon atje që nuk po lidhet, nuk po funksionon. Po ideja kjo është pastaj edhe lista digje dhe që merret nga bashkia si institucion drejtues, që realisht pika e stacionimit të parë nuk duhet të jetë pranë zonës historike, asaj pjesë. Duhet një terminal mifil që duhet të jetë më tutje, as në qendër kur është realizu, dhe që kuptimin bëhet një terminal me gjitha parametra dhe sa pjesë, edhe normalisht nga informacion që kam unë nga persona që janë më në moshë, ka qenë menduar të pjesa që i themi në rruga e Burrelit, duhet nga qenë strategjik, sepse njerëzit që vinë edhe aty marrin kush është interes që ka për qafshtamën, merr informacion bazik aty ose merr shërbimet bazike dhe nisin për qafshtam, nuk ka pse të ngarkoj qytetin, kush është për malin, merr drejtimin për andej dhe kush është për qytet vjen këtej, e kuptova. Pastaj edhe çka ka nevojë ky qytet, do të thënë sepse realisht ka një shtrirje shumë të vogël si qytet vetë. Sigurisht edhe jo. Duhet fillojmë duhet të japim ngjalli të gjithë pjesës të qytetit, duke i dhënë frymëmarrje të gjithë bizneseve, po dhe turistëve duke bërë atë shëtitjen pak më të gjatë, më thojë edhe pak më të lodhshme dhe pak më të larmishme. Sigurisht. Pra, në qoftë se do e përmbledhim thelbin e këtij episodi, sepse shiko, Kruja është një destinacion jashtëzakonisht i vizituar edhe ne në fakt do t'i kthehemi edhe një herë kur të bëjmë listën e top destinacioneve të Shqipërisë, por nëse do thoshim ku çalon pjesa e të mos përdorimit të Krujës si destinacion më i gjatë se një gjysmë dite, do thoshim lidhja midis jetës së natës dhe jetës së ditës, mungesa deri tani e strukturave akomoduese që po shtohet, dhe shfrytëzimi deri në fund të destinacionit, po në mënyrë autentike. Pra, mendoj për shumë pedonalja ose shëtitoria mund të pajisej me 2-3 restorante se janë tradicional, po ku të ofrohej muzikë qytetare, sepse ofrohet në restorantet e Krujës muzika tradicionale, vallet tradicionale të Shqipërisë mesme të zonës së Krujës, koncertet që bëjmë pleqët e Krujës, ose ata që i pasojnë, mund të ishin për shembull 2-3 show të vegjël në mbrëmje në qytet për ta gjallëruar. Siç ndodh me qytetet e vogla të Italisë, ku ti shikon rëndom, domethënë, ku diun, këto shfaqje. Ajo lloj, domethënë, mënyre ofrimi e jetës artistike ose kulturore i nevojit të qytetit Krujës, që realisht e ka pas një nga kufizimit që në fillimet e veta, nuk ishte dhe pak qytet homogjen, por moment që ti, unë kam thënë gjithmonë, kush mund ta thyj këtë tabu që Kruja ka pas si qytet homogjen, turizmi mund ta thyj këtë. Dhe ta lejon. Sepse realisht ne kemi shumë të rinj lokal që preferojnë të rrinë në Tiranë, me drejt për shkak të mungesës jetës kulturore në qytetin e Krujës, po ne kemi një bum vizitorësh të rinj që janë turistë ndryshëm edhe nuk kanë asnjë lloj paragjykimi, sepse
që janë një potencial i mirë për ofrimin e kësaj jetës natës, që do se sjell dhe të ardhur ekonomike, sjell koqëndrimi më të gjatë, jep më tepër gjallëri qytetit. Unë do duhet ta përfundojmë këtu, domethënë bisedën, do doja që ta konsideroja këtë bërtham të bukur një mundësi për ta kthyer edhe në komunitet, në të gjithë Shqipërinë, në Krujë, po, domethënë, sepse do ishte shumë e vlefshme që mënyra e ofrimit të akomodimit jo vetëm në Krujë, por në të gjitha qytetet që kanë trashëgimi kulturore dhe historike të ofrohej pikërisht nëpërmjet këtij modeli, prandaj dhe e morëm si shembull. Falenderoj shumë për bisedën. Shumë faleminderit dhe juve dhe ju falenderoj dhe ju të dashur miq, edhe do t'ju ftoja që edhe ju, qoftë nga Tirana, qoftë nga cili do qytet i Shqipërisë, ta konsideronit Krujën një destinacion jo gjysmëdite, as ditor, por një destinacion ku mund të qëndroni disa ditë, sepse keni plot se çfarë bëni gjëra të bukura për një përvojë vërtet të paharrueshme në Krujë.